Dy prona të liruara nga uzurpatorët në Prishtinë dhe në Vushtre janë vizituar sot nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i shoqëruar nga përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Veseli uroi dy pronarët e dy lokaliteteve të rikthyer në pronat e tyre. Veseli shtoi se do të lirohet çdo pronë që është e uzurpuar. Dhe do të shkuat deri në fund. Nuk do të jetë vetëm kjo prona e uzurpuar dhe ajo cilën e pam në Prishtinë liruar, do të jenë të gjitha deri në fund. Asnjë pronë private nuk do të lejohet që cenohet ose të jetërsohet nga askush. Ylbert Koraja, pronari i lokalitetit të uzurpuar në Vushtre, njëkohësisht pronari i kompanisë Emona, tha se do të investohen 40 milion euro dhe se do të krijohen 150 vende të reja të punës. Kjo pronë ka qenë pronë e cila është blegja e privatizimit. Këtu do të investohen rreth 4 milion euro së bashku me pronën dhe do të hapen rreth 150 vende të punës. Projekti ka qenë i gatshëm që prej 2 viteve dhe tash do të vazhdojmë, besoj shumë shpejt me marrjen e lejes së ndërtimit. Petrit Gashi nga Agjencia e Privatizimit të Kosovës tha se janë në proces të përfundimit të lirimit të pronave të tjera që ato të kthehen pronarëve legjitim. Ne jemi ende në proces të përfundimit të lirimit të pronave, po e kemi afruar shumë, kështu që jemi në një rrugë të mirë që gjitha pronat t'u kthejmë pronarëve legjitim. Edhe njëkohësisht, me qenë se po flasim për investitorë dhe investime kaq serioze, por shpresoj që edhe për asetet tjera cilat i kemi tash në proces të privatizimit, të kthejmë besimin edhe të investitorëve tjerë serioz që të vinë edhe të investojnë në Kosovë. Disa prona të tilla janë liruar edhe më parë, duke paralajmëruar se një hap i tillë do të vazhdojë në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë edhe Mitrovicën e Veriut.